Zotë Gjinshi, doja që të replikoja pak me ju, do t'ishtë më mirë t'ju kishim studio, po padyshim që kjo pjesa e ndërhyrjes tuaj ose ndërhyrjeve nga faktor të jashtëm, përveç aty neutralitetit shqiptar, është fakt. Jo, nuk është fakt fare, ku është fakt? Nuk mund ta mosh fakti që Ministria e Jashtme e Iranit u involvua në këtë proces. Fare, mos abuzoni, të lutem. Atëherë do diskutojmë apo jo, mos abuzoni. Ministria e Jashtme e Iranit ju përgjigj ju. Ju përgjigj kryeministit tuaj. U involvua në këtë proces dhe tha që po s'është involvu fare, mos ato janë luftë Edi Rama dhe gjë qytetarë që thonë Rama ik, mos merret me Iranin. Pra, tregoj rrugën se ku dhe. Është fakt që në rrjetet sociale... të lutem, protesta zhvillohet Shqipëri më në të bëjt që du Irani atje më... Dakor, në ju t'i gjova... Ose së kështu të ashtë, nuk mund të nxjerrim nga realitetit të pjesë. Po jo më dakor, më gjonim ato të çfarë argumenta shka mund për këtë temë. Në botën kur ne flasim dhe në këtë botë që po zhvillohet, nuk ka nevojë fare që ata influencerat e huaj t'jenë pjesë e marshimit nga sheshi Wilson dhe sheshi Nën Tereza. Ata janë marshus të flakt në botën e internetit. Edhe është fakt që gjoja gabime e kanë krijuar një lloj problematike që në fillim është fakt, është gënjeshtër, ajo që nda, që ato tela që vunë Zvërnec, ndanë kufirin e Shqipërisë me Izraelin. Sigurisht, patjetër, njerëz të cilët nuk duan Jo, të lutem, ti nuk mund zgjedhësh midis 200.000 njerëzve, një njeri që s'përfaqëson asnjë dhe shfryn. Jo, një sekond pra. Po të lutem. Është fakt që ky debat. Se po dëgjosh zëqinen tuaj që s'di të flasë shqip dhe s'di të numëroj, do t'i vesh drynin atij parlamenti. Duhet keni respekt për zërin e gjithë secilit, si shumë kam respekt për zërin tuaj. Unë po ju dëgjoj me vëmendje, po përgjigjem t'ju jap dakor, po jap përgjigjet e mia për këtë çështje. Pra janë fakte që, dhe kjo është evidente, kjo janë evidentuar me profile falso në Facebook, profile të sponsorizuar, bëjnë propagande cila e çon debatin nga debati për politikën Shqipëri në një debat krejt tjetër. Është fakt që gazeta dhe është fakt, një sekond pra, është fakt dhe gjë tjetër tani, që Zvërneci që është një tokë, po që nuk është në një hapësirë e madhe në një zonë të caktuar të Shqipërisë, është bërë një shesh beteje në kaq shumë debate mediatike, dhe në base nga kjo e gjithë kjo histori, po ta mbaroj më tani, po unë nuk jam tip që bëj debat, po ma lër ta mbaroj të lutem 2 minuta. Pra po them që në base në fund të gjithë saj proces, të këtij procesi, ka dhe një gjë të mirë, që për Shqipërinë u fol kaq shumë, dhe kur ai investim të bëhet në Zvërnec, dhe në bas 4-5 vjetësh si që është premtuar nga investitorët, brenda vitit 2030, të kemi emra më të mëdhenj të botës turizmit, elitar, në Zvërnec, ne gjithë krenojmë, dhe ky moment i sotëm të ketë shërbyer si një reklam për turizmin në Shqipëri. Se është fakt që shumë media po flasin që Shqipëri po bëhet namin turizëm. Edhe në base i shërben edhe kësaj historisë që Shqipëria të evidentohet më shumë. Për të kthyer asaj që thatë për sa i përket pse e thash Greqinë dhe Malin e Zi. Po ja u them prapë dhe këtë e kam nga detyra që kam pasur. Ne jemi me fat, jemi me shumë fat, që jemi të rrethuar nga gjigantët e turizmit botror. Italia, Greqia, Spanja po doni, po së mos Turqi, Kroaci, Malizi, që na rrethojnë ne, janë vendet më të loguara për turizmin botror. Dhe ne përfitojmë indirekt nga qenia në mes të tyre. Por ama tani po bëhemi konkurrent me ta. Ne s'konkurrojmë fare ato. Ne po bëhemi super konkurrent me ta. Ne s'kemi asnjë resort që gjashon me investimin me ta. Dhe një investim i tillë në Zvërnec që vjen edhe nga fakti. Edhe nga fakti. Me betonizimin e një malit si ngris kont. Një investim si vaji që bëhet në Zvërnec. Është një investim që, siç e thatë ju, nuk ka ndodhur as në Greqi as në Malzi. Se bota zhvillohet, investimet rriten. Po nuk është me dëshirë politike, por ka studime. Ja ta them unë këtë, ta them për 4.5 miliard. Këto që ta dini. Investimi në Port of Montenegro ishte vetëm qiet
milion dollar para 10 vjetëve. Pa ma është shitur 1 miliard. Nuk banë më shumë. është shitur një, po është i vogël për krahasim atë që të ndodhë zvërnet. Preqi thotë që ne po përgatisim dhe duhet përgatisim të luftën, se kjo nuk është histori prapë. Nuk ka njëria si kundërshtim për investimet, zotëri, po bëni investimet për zhvilluar vendin. Ju i bëni investimet për bërë beton në Shqipëri. Po nuk e di se sa e ke parë, do Green Coastin ta përmendësh, në atë zonën nga Palasa deri në fund të plazhit Dërmiut. Sot po investohet dhe janë ndërtuar dhe po ndërtohen. Por atje s'ka si zhvillim turizmi, ato janë vila që nuk sjellin as shërbim. Nuk besoj se ka asnjë zonë tjetër në botën që ne na rrethon, pra në zonën europiane, që të ketë aq shumë brende të rreshtuara mbas njëri tjetrit. Njerëzit aty po investojnë mbas ajo 4 miliard, po investojnë 30, 40, 50 investimet e jetës tyre. Dhe është kollaj të bësh debat në televizor. Po është vështirë të mbështesësh ata njerëz që me spondurimin e tyre po investojnë për turizmin shqiptar. Ky do të ikim dhe ne. Është e vërtetë që aty ka protestus. Ta mbaroj edhe këtë dhe e mbylla. Është e vërtetë që aty ka protestus. Por ama mos harrojmë që këta protestus si në shesh, si aty që dalin në Bruxelles, si ata që dalin në Londër, si ata që dalin në Rom, apo kudo që dalin, para një viti votuan në zgjedhjen e radhës. Ja këtë s'kuptoni. Ne nuk morëm 100% vota. Këtë nuk kuptoni. Që legitimiteti politik, morëm 53% vota. Okej, a mundet të flas? Ne nuk morëm vota. Jo, po Preqi për shembull ka një propozim interesant, thotë duhet të kthehemi te protesta. Një sekond pra, 300.000 shqiptar që deklaruan vullnetin e tyre për të votuar në diasporë, që nuk kanë asnjë shans të ndikojnë për punësim, nuk kanë asnjë shans të ndikojnë nga administrata. Janë njerëz të lirë, në botë të lirë. Po këto njerëz po mbushin sheshin pra. Këto njerëz po vinë po mbushin sheshin. Këto investime që po bëjnë në Shqipëri, sepse ata e di pse votojnë, jo se kanë një lidhje me administratën e bashkisë politiqare. Ai shikoni këto emigrantë që protestojnë kundër në gjithë qytetet e Europës apo jo? Janë bërë krenar Fal Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Janë bërë krenar. Dhe beso mua që e kam parë krenarin. Falta që se unë doja të bëj një bisedë racionale. Unë doja të bëj një bisedë racionale. Ju jeni në të gjithë raportet e Unionit Evropian dhe Departamentit Shtetit si qeveria më korruptuar. Për çfarë janë krenar? Po le të bëj një bisedë racionale o burrë. Një javë lexuam kur hapen mbylljen e kapitujve. Ne do jemi okay. Numëroni 85 mandatet e 100 herave. Po shturp televizor. Po shturp kjo. Realitet ç'ndodh. Tre çereku i atyre deputetëve që keni sallë nuk din të flasin. Ka rëndësime, po ato janë. Si s'ka rëndësime? Jo, se këtë e ke shumë gabim. Nuk din të flasin. Po ku e di ti? Ku i njeh? Lexoj statuset Facebook. Po lexoj statuset, nuk di ç'u është. Ka marrë votën. Ore, megjithmonë mendon se është e vërtetë tani kjo. Po është krejtësisht gabuar. Paton si ka trajtuar vetëm jo që janë parlament. Jo, stop tani. Stop. Në moment stop. Paton. Si mendon se i ka trajtuar Edi Rama? Ata ndjem dhe vajza drejt. Gjinish. Ikim nga parlamentit shqiptar. Vetëm një fjali. Kthemi një fjali të vetme. Sepse këta kanë një fjali, po një minutë më the pastaj një fjali. 20 sekonda. Një minutë më the para 15 minuta. Lutem, këta që mber, po se mgeli pak aty historia që shiko se ka disa njerëz që nxorën këto fotot e montuara me telat me gjemba anti-izraelite e tjerë. Ne nuk jemi popull antisemit. Po nëse do të ishte ky standardi për të vlerësuar njerëzit, ju lutem vlerësoni Edi Ramën kur e quti presidentin Trump fatkeqësi për botën dhe fatkeqësi për Shtetet Bashkuara të Amerikës. A është anti-amerikanizëm? Po ky është standardi dy fishi përdorin këto.